e veçantë në llojin e vet, sepse mund të flasim shumë për sa përket kësaj dite ku gjërat janë ndryshe e mendojmë, ndryshe veprojmë, sepse disa gjëra mund të jenë në favorin ton, por në anën tjetër mundet edhe të kemi dhe kujdesin, kemi vëmendjen në gjërat që ndodhin. Megjithatë, është pikërisht kjo ditë, data 25, ku dielli në një kënd që bën tek ujori, që takohet me Plutonin, kjo do thotë një ditë që ka të bëjë shumë me ndryshime. Ajo që neve nuk duam të na kontrollojnë, ajo që nuk duam të ndryshojmë punë, por në anën tjetër ne mundohemi që të jemi sa më të qartë, të saktë në ato që neve duhet bëjmë. Por në anën tjetër, është një mundësi, është një kohë e artë mbi ndryshimet dhe mbi vendimet që merren në anën e punës, në anën e karrierës, në anën e ndryshimeve të mëdha dhe jo vetëm. Megjithatë, ky moment dhe kjo kohë është një kohë që rezulton në favor dhe në disfavor në disa raste, por mirë është që neve të bëjmë një përmbledhje çfarë duam të bëjmë, ku duhet të shkojmë dhe sa jemi ne të gatshëm të përgjigjemi kërkesave që të tjerët kanë apo ne ndaj të tjerëve. Dita e diel e datës 25 ka një kuptim ndryshe. Kuptimi ndryshe çfarë nënkupton? Nënkupton se nëse nuk jemi gati ose duam ne të arrijmë diku, neve duhet të jemi të kujdesshëm, duhet të jemi të vëmendshëm. Nëse duam vetë neve që të jemi në atë drejtim, në atë pikëqëllim që vëmë vetes, atëherë në lidhje me punën të rëndësishme ose dokumentat të rëndësishme nuk flasim, por i realizojmë vetë neve dhe pastaj e ekspozojmë ose bëjmë diçka tjetër. Është koha më e mirë kjo, domethënë që të jemi sa më të qartë. Mbi çështjet që kanë të bëjnë me anën e financave ose të biznesit, kjo ditë ofrohet dhe jep disa kënde që mund të jenë në mundësinë e vet dhe në kohën e duhur, por megjithëse kjo do të thotë në lidhje me kujdesin që do të bëjnë shenjat, vëmendje do të thotë më tepër, sepse varet edhe nga tek takimet ose në ndikimin ose ç'ishte presioni, mos thashë, mos e vrisni mendjen fare. Shenjat siç janë Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori, e diellin ascendenten e këto shenja kanë të bëjnë shumë dhe ndikimet të tjera që do të kenë gjatë rrugtimit, siç janë Dashi, Binjakët, Peshori, Shqiptari, përken gjithashtu janë më mirë me diellin ascendenten e shenjën e tyre, sepse mund të zgjidhin një problem ose kanë pasur një çështje të madhe dhe nuk është akoma në zgjidhjen e tyre ose nuk kanë arritur për të bërë zgjedhjen e duhur. Por gjithsesi koha ka treguar që fati do t'ju jeni atje ku dëshironi dhe rregulloni. Tani fillojmë pa humbur kohë, por para se të fillojmë parashikimi, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni parashikimet e juara,